Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet mbi pejgamberin Muhammed alayhi salatu wassalam. Në ditë të bukur xumaje të datës 27 mars 2026 apo 8 Shevval 1447 Hijri. Pasi që na kaloi muaji i bekuar i Ramazanit dhe mori me vete gjithë ato begati që i gëzuam gjatë gjithë atij muaji, dhe të vazhdojmë jetën tonë duke u kujdesur që deri në Ramazanin e ardhshëm të ecim drejt rrugës me të cilën është i kënaqur i madhi Allah te bareke ve teala. Gjithnjë duke pas kujdes që të mos jemi nga ata që me gjunahet e veta provokojnë provat e ndryshme që vinë si shkak i tyre. Në lidhje me këtë, halifi i mirënjohur Omer ibn Abdulazizi ka thënë diçka të shkurt, por shumë të madhe. Ja çfarë thot ai. Sa herë që njerëzit e mirë dhe të ditur e injorojnë ndonjë dukuri negative në shoqëri, Allahu i dërgon atyre një dënim nga vetë ai, apo ja dërgon një prej robëve të tij, në atë mënyrë i dënon ata. Njerëzit janë të sigurt nga dënimi deri atëherë kur në mesin e tyre ka të tillë që luftojnë kundër të keqes dhe prishjeve në shoqëri, derisa ruhen nga të ndaluarat dhe i dënojnë ata që bëjnë shkelje. Në atë moment kur të mirët dhe të diturit nuk do të ndalojnë nga e keqja dhe të tërheqin vërejtjen nga ajo, dënimi nga qielli do ta godasë gjithë bashkësinë. E ky dënim do t'i godasë të gjithë pa përjashtim. Kështu të gjithë dënohen, edhe pse ka pasur në mesin e tyre të atill që nuk i thejnë rregullat dhe nuk bajnë keq. Nuk kam dëgjuar, thot ky dietar i madh, nuk kam dëgjuar se Allahu xhaleshanuhu kur e dënon një popull se e përjashton dikën nga dënimi, përveç se ka qenë prej atyre që ka luftuar të keqen dhe ka ndaluar atë. Allahu ua dërgon dënimin nga vetja e tij apo nga ndonjë prej robërve të tij. E kështu ata i kaplon frika, nënçmimi dhe të papriturat. Kështu mëkatari dënohet përmes një mëkatari tjetër, i padrejti me një të padrejtë më të madh, dhe në fund të gjithë përfundojnë në zjarr. Edhe pse këto fjalë vëllezër dhe motra janë njerëzore, burimi i tyre është hyjnor. Andaj mos keni dyshim se kjo është mas e vërtetë, por mundohuni që ta jetësoni këtë që u tha, duke shpresuar gjithnjë në mëshirën e krijuesit tonë. Kush nuk dëshiron që menjëherë të shkëputet nga Ramazani dhe agjërimi që posa e kaluam, Muhamedi alayhi salatu wasalam na ka dhënë edhe një rrugë tjetër drejt mirësisë dhe ka thënë: kush e agjeron Ramazanin dhe pastaj e pason atë në 6 ditë të Shevvalit, do t'i shkruhet sikur ka agjeruar gjithë vitin. Sot është dita e 8 e muajit Shevval, kurse dita e fundit e këtij muaji do të jetë me datën 17 prill 2026. Andaj, kush dëshiron mund t'i agjerojë këtë ditë, qoftë një pas një, qoftë edhe me ndërprerje, si për shembull çdo të hanë apo të enjte, derisa t'i plotësojë 6 ditë. E rëndësishme është që këtë ditë të kryhen deri me datën 17 prill. Me zemër plot dhe me hari e me gëzim që sot mund t'ju përshëndes nga xhamia e pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam në Medinë, ju uroj një xumë të mbar, dua të pranuara, namaz të xumaje të pranuar dhe salavatet mbi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju pas në mbikëqyrjen e tij deri në xumën e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.